Ato janë dy nga emrat më të komentuar të politikës në trojën shqiptare, po flasin për kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, dhe atë të Kosovës, Albin Kurti. Marrëdhëniet mes dy kryeministrave nuk kanë qenë më të mirat e mundshme dhe shpesh është vënë re një distancë mes tyre, por së fundmi kryeministri Rama është përplasur me Albin Kurtin. Protesta organizuar nga veteranët e UÇK-s në mbështetje të Hashim Thaçit dhe 3 të tjerëve që po gjykohen në gjykatën speciale të Hagës ka përplasur kryeministrin Rama dhe atë të Kosovës. Kreu i qeverisë shqiptare i është përgjigjur Kurtit pas një postimi të bërë nga partia e tij, e cila thoshte se Rama kishte shkuar me helikopter në Prishtinë për të bindur palët të votonin pronë ngritjes së kësaj gjykate. Ndërkohë, Rama i kujtoi Albin Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje se 10 vite më parë ato nuk njihnin as himnin e Kosovës e jo më të mbështeste pafajësinë e ish-presidentit Thaçi. Rama thot gjithashtu se partia Albin Kurtit do të donte që ish-presidenti Thaçi të ishte përjetësisht në Hag. Nga ana e tij, Albin Kurti ju kundërvur Ramës, duke i thënë se nëse ai do të donte të bënte diçka për Thaçin, duhet ta mbronte atë në qarqet ndërkombëtare, aty ku i dëgjohej zëri dhe jo me protesta në Tiranë, gjë që nuk do ndryshonte as pak situatën e Thaçit. Kjo përplasje ka sjellë dhe reagime, pro e kundra. Për të lajmit, ajo që ka më shumë rëndësi është mendimi juaj. Mund të lini mendimin tuaj në koment. Kush mendoni se ka të drejtë në këtë rast? Edi Rama apo Albin Kurti? Nëse troja shqiptare do të ishin të pandara, kë do donit ju të ishte kryeministri i shqiptarëve, Rama apo Kurti?